drejt Europës apo drejt mashërtimit të madh, kur ëndra e Bashkimit Evropian zbulohet si një fasadë cinike e padrejtësive historike. Nga larg, Bashkimi Evropian ngjan si një qytet i ndritshëm mbi kodër, i ndërtuar mbi parime të mëdha: liri, drejtësi, barazi, respekt për të drejtat e njeriut, për kujdesje për të dobëtit. Për ata që kanë vuajtur historikisht nga dhuna dhe pushtimi. Por kur afrohesh, kur sheh me sy e jo më me syze propagande, e kupton se ajo që është portretizuar si pishtari i vlerave perëndimore, nuk është gjë tjetër veç se një fasadë hipokrite, që her pas here zhvishet dhe nxjerr në pa fytyrën e saj të vërtet, një sistem elitash që bën tregti me të drejtën, që përdor standarde të dy fishta dhe që përul të dobëtit ndërsa përkëdhel të fortin. Rruga jon drejt Europës, një udhëtim i verbër drejt mashtrimit. Për më shumë se 2 dekada, shqiptarët, si në Shqipëri ashtu edhe në Kosovë, janë rritur me idenë se e ardhmja është në Bruksel, se ndërtimi i shtetit, ligjit, ekonomisë dhe jetës së mirë varet nga integrimi në Bashkimin Evropian. Kjo ëndër është servirur si zgjidhje magjike për të gjitha plagët tona: varfërinë, mungesën e drejtësisë, mungesën e shpresës. Por a jemi të sigurt se kjo është rruga e duhur? A nuk është e udhës që, përpara se të flasim për të ardhmen, të shohim pak prapa? Sepse historia jon, jo ajo e largët, por ajo e gjallë, e paharruar, flet për padrejtësi të thella të bëra ndaj nesh, padrejtësi që Evropa i ka parë dhe i ka heshtur. Le të kujtojmë vetëm disa. Çamëria, një genocid i harruar me bekimin e Perëndimit. Populli çam, i masakruar, i dëbuar dhe i shpërngulur me dhunë nga tokat e tij në fund të luftës së dytë botërore, ka qenë dhe mbetet një plagë e hapur e kombit shqiptar. Shumica e tyre ishin qytetarë shqiptar etnik me shtetësi greke, por kjo nuk i shpëtoi nga pastrimi etnik që ju bë. A ka kërkuar ndonjëherë BE drejtësi për këtë krim? A është vendosur ky rast në tryezat e diplomatëve perëndimor? Jo. Sepse Greqia është vend antar dhe drejtësia në Bashkimin Evropian ka kufit e interesave. Tokat e falura, një komb i coptuar dhe i heshtur. Territoret shqiptare janë ndarë, falur dhe ndarë sërish në tavolina diplomatike pa pjesëmarrjen tonë. Serbisë ju lanë trojet tona në Kosovën lindore. Maqedonisë ju falen viset shqiptare pa asnjë të drejtë shtetformuese për shqiptarët. Malit të Zi ju dhanë troje shqiptare në Plav e Guci. Greqisë, siç u përmend më sipër, ju tolerua një pastrim etnik që Europa e quajti çështje e mbyllur. Dhe të gjithë këta janë miq strategjik të Bashkimit Evropian. Pra a mundet një bashkim që nuk njeh padrejtësinë ndaj teje, të jetë edhe garantues i drejtësisë për ty? Europa përballë genocidit në botë, heshtja vret. Nuk ka nevojë të shohim larg në histori. Shikoni çfarë ndodh sot në Palestinë, ku civilet vriten, fëmijët digjen të gjallë në bombardime dhe Europa flet për të drejtën e Izraelit për vetëmbrojtje. Kongo, ku më shumë se 10 milion njerëz janë vrarë për të nxjerrë litiumin dhe mineralet që furnizojnë industrinë teknologjike perëndimore. Sudan, Yemen, Haiti, ku krizat humanitare dhe luftrat civile zhvillohen me bekimin e heshtur të Perëndimit, që ka më shumë interes për kontratat e naftës se sa për jetën e njerëzve. Pse nuk flasin për këto tragjedi liderët e BE-s, ashtu si flasin me ton të ashpër për shkeljen e ndonjë norme në Ballkan? Sepse interesat gjeopolitike janë më të shtrenjta se jeta. Sepse demokracia e tyre ka çmim dhe nuk e blejnë të gjithë. 2 standardet si sistem, të fortit privilegj, të dobëtit gjykim. Shqiptarët kërkojnë drejtësi ndërkombëtare, por drejtësia që ofron BE është selektive. Një fjalë për të dobëtit, një tjetër për aleatët. Një standard për Serbinë që kur nuk ka kërkuar falje për krimet e saj në Kosovë, dhe një tjetër për Kosovën që duhet të ulë kokën dhe të bëjë kompromis që të mos i nervozojë fqinjët. Një standard për Greqinë që mohon genocidin në Çamëri dhe një tjetër për Shqipërinë që duhet të heshtë për të mos kompromentuar integrimin. Kjo është Europa që po naftojnë t'i bashkohemi. Një bashkim politik e ekonomik, por jo moral. Një strukturë elitare që mbron vetëm interesat e veta dhe ku drejtësia është privilegj, jo e drejtë. A ja vlen të ecim drejt kësaj Europe? Në fund të ditës, pyetja që duhet të bëjmë nuk është kur do hyjmë në BE, por çfarë jemi gati të sakrifikojmë për të hyrë? A do të heshtim për Çamërinë? A do të dorëzojmë Kosovën në tryez dialogu si ofertë për integrim? A do të pranojmë të mos flasim për genocidet që ndodhin sot, vetëm që të mos shqetësojmë Brukselin?
Nëse po, atëherë nuk jemi duke ecur drejt një bashkimi të vlerave, por drejt një kompromisi të ndyrë, ku krenaria kombëtare, e drejta dhe historia jonë do të jenë çmimi i hyrjes. Siç thoshte Gjergj Fishta. Evropë, ti kurv e motit. Fjalë të rënda, por sot më aktuale se kur. Sepse kjo Evropë nuk është më pishtari i drejtësisë. Është pishtari i dy standardeve. Një flamur që nuk valvitet për ne. Një klub ku drejtësia është për të pasurit dhe të fuqishmi. Pra, shqiptar, pyesni veten jo nëse po ecim drejt Europës, por nëse po ecim drejt asaj që quhet drejtësi. Sepse nëse rruga jonë na kërkon të mohojmë historinë tonë, të heshtim për dhimbjen tonë dhe të fshijmë dinjitetin tonë, atëherë s'është rrugë.